Ministria e Kulturës mendon se disa institucione si ansambli i muzikorit Tetovës janë të tepërta dhe duhet të rishikohen ose të fuzionohen, tregoi në emisionin Pastel në televizionin 21, drejtori i ansamblit Blerim Qamili. Për këtë arsye, sipas tij, edhe pse kanë kërkuar punësime, ato nuk janë miratuar. Ne kemi kërkuar 20 artistë. Nga ato 20 artistët, nga 24 punësime, 20 janë artistë korë dhe tjerët janë një administrator. Pra, ne kemi kërkuar vetëm një administrator për arsye se ne shohim vullnetin e kolegëve tanë dhe ne mendojmë se me një administrator dhe një ekonomist dhe një jurist në të ardhmen me bashkëpunim të bukur me kolegët tanë, nuk kemi nevojë ta ngarkojmë në buxhetin me administrator. Për këtë çështje reagoi koalicioni në pushtet Vlen. Thonë se derisa të tjerët përhapin panik dhe dezinformata, Vlen po punon me fakte dhe me hapa konkret për kulturën shqiptare. Sigurojnë se ansambli muzikorit Tetovës nuk do të mbyllet, përkundrazi do të forcohet me punësimin e 20 artistëve. Ansambli muzikorit Tetovës jo vetëm që nuk rrezikohet, por përkundrazi po forcohet. Aktualisht po punohet intensivisht në kompletimin e dokumentacionit për funksionalizimin e plot të këtij institucioni, përfshirë edhe punësimin e rreth 20 artistëve në fazën e parë. Ministria e Kulturës për 11 maj ka paralajmëruar mbajtjen e debatit publik për draft strategjinë për zhvillimin e kulturës 2026-2030. Udhëheqësit e ansamblit muzikor po shpresojnë se do të merren parasysh vërejtjet që i kanë dërguar. Përndryshe, në ansamblin muzikor në Tetovë aktualisht janë vetëm 2 të punësuar dhe drejtori. Ky institucion u themelua me vendim të qeverisë në mars të 2018, ndërsa punësimet e para janë realizuar në vitin 2019.